me lau dëhanin. Ja kom ndërtu shpijen, thash le dëhanin. Po tani më tradhtoj nuk e la dëhanin. Shpijen e krytëm. Shpijen e gëzofshi. Po, faleminderit. Tani, për shkak të angazhimeve të shumta, sa ke kohë t'jesh me familjen, me fëmijët? Unë kohë s'kam shumë pak, po për familje kam shumë. Edhe gjoj mundohna çdo minutë, në qoftë se muj, me shfrytzu. Kohën mas shumëti në restorant të ndarë gati shumë herë ha, me qef nuk ha. Na kem tradit se shoqja çdo ditë zin gatun bukë fresk. Edhe në Gjermani, edhe unë jam shumë tradicional. Kam qef traditat tona me ndjek. Edhe çdo restorant që është më i mirë në Gjermani, nuk më pëlqen të shtëpia me fëmijë, më presin edhe hajmë darkën. Ka mundësi si shkoj ha darkën edhe iki apet, ose rri, ama darkën gjithë shumicën e radhës dhe shku jam aty, pa darkë të shtëpia ha, edhe i qojmë fëmijën në shkollë, edhe me flajt. Djali madh është në internat, e kena qenë në shkollë, është një shkollë shumë e rrept, është larg, një 150 km prej neve. Në internat? Po. Pse? Pse ky u rrit shumë i madh. Në shkolla aty ku ishim na, është shkolla shumë e mirë, po më njohin tan. Ky u rrit edhe nike veten si do më thonë, po gjatësia, mashallah. Këtu i ka pas 14 vite. Edhe na i thatëm në qofë se edhe janë nisi pak me ra me nota se fëmija gjithë muhalit ka pak, edhe muro me qutëm në internat. Po a internati është me qindra vjet i vjetër, sen s'ka luks aty. Banjën e kanë të përbasht jashtë. Tushin e kanë vetëm një qep, s'kanë as tamon tush, edhe në gjasht kanë muqu, në 65 me palu kërvetin. Oke, pak si ushtarak. Po, se ka dhe ushtar aty, si në ka ushtar, ish ushtar, ose oficer, si i mësojnë. Edhe djali ka ndru komplet. Është për shtatë? është për shtatë, u bon shumë familjar, u bon shumë, se qatë kohë ishke ku, unë nuk isha kohë dhe shoqen kjo u rrit, i dojke si, ku i theke shoqja diçka, i mendojke si nashta, po thot kundra. Se është normal. Si kejtë fëmijët. Po, tash ka ndryshu komplet. Tash është këtë tjetër djale kemë. Unë është edhe si vjetë e krynë, dy vajza dhe djali vogël janë të shpia, edhe këta i qojmë me flajt, shoqja, edhe tani masa ne, unë si thmi, kur gjënë s'kam pi. As kafën, halis e pi, kur, as dohanin, as alkoholin. Edhe qajnë e kom fillu, ku ja ka njës baba mas luftës me orë në Gjermani, ja kom fillu me pi. Qaj? Qaj. Qaj trusit, edhe vetë ato, edhe me shoqen në bramje e pim kaj qaj bashk, besedojmë në i sen, që shka kalu dita. E kishe vështirë ta bindje Blertën? Si e takove? Ako shumë interesant. Jo, shumë vështirë sa ka, po unë i të kom të regu prej herë, thash, qërë thash, na jem familje modhe. Po. Edhe kem lop, kem qmos atje, thash, a jeti një vojzë, si pranon, me tu në familje me këto regula? Me këto regula. Okej. Edhe, aja s'besoj ke njerë, se dhe ke që shmund më konë vëtë fëmijë, ose... Duhet fëmijë. Po, tani ku erdhëm Kosovë dhe po. Ama e pranoj sfidën? A tjetër. Do me thonë një taku drejt për drejt. I kini shkru në herë letër një tjetërit? Amaj. Letër, kështu? Jo, letër jo. Jena taku në Gjermani. Po dhe? Në Gjermani jena njoftu, një mese jamja që ka halës, na ka njoftu me to, rasisht. Edhe prej aty ka fillu, edhe prej asoj ditë jena bashku edhe kur se këna diskutu si diçka një